çfarë armësh mendoni se disponon Irani, duke qenë se bomën bërthamore përjashtojmë, sepse edhe fal ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara programi bërthamor u ndërpre. Çfarë armësh të tjera disponon Irani të fuqishme që mund të përbëjnë kërcenim edhe për vende të tjera, për Europën, shpeshherë flitet edhe për Ballkanin me të gjitha lajmet që kanë qarkulluar në media ndërkombëtare? Mendoj se janë të gjitha, por edhe një kërcënim për popullin e vet. Dhe ajo çfarë them këtu është që Irani kishte një arsenal armësh sulmuese, kapacitete dronësh, raketa balistike që i kanë zgjeruar programin dhe fushata e Shebave dhe izraelite në mënyrë metodike ka eliminuar pikërisht aftësitë sulmuese të Iranit. Teksa mendoj se konflikti ku po shkon tani më është që ata do të përpiqen të eliminojnë aftësitë mbrojtëse të Iranit, duke përfshirë edhe industrinë mbrojtëse, sepse qëllimi duhet të jetë që Iranit mos ketë mundësi që ti riprodhojë këto kapacitete në afat shkurtra dhe në afat mesëm. Dhe kur mendojmë për sa i përket Iranit dhe armët e shkatërimit në masë, ne mendojmë për programin bërthamor dhe raketat balistike, por Irani ka gjithashtu edhe armë kimike dhe biologjike. Dhe kjo bëhet një çështje më pas nëse shikon lëvizjet në terren, nëse shikon formacione toksore, nëse janë grupe etnike si kurdët që kanë filluar të sulmojnë regjimin, apo një skenar më pak të ngjashëm me ushtar në Iran së bashku me koalicionet, kjo mundësi eliminohet, pra kjo rrit pikërisht gjasat që potencialisht ta bëjnë regjimin të ndarë më dysh edhe regjimit të mos ekzistojë më. Pak më herët përmendet mbylljen e ngurtësisë së Hormuzit, ndërkohë që çfarë mendoni se rrezikon bota nëse kjo luftë vjen edhe të zgjatet? Në fakt, do të kemi pikërisht edhe zhvendosje ekonomike. Por, me thënë të drejtën, mendoj, ne kemi një memorie afatshkurtër dhe po të shikojmë pikërisht kulmin e tregut të çmimit të naftës në 2008 për shembull ishin $158 për fuqi, që sot do të ishte sot është mbi $200 dhe nuk jemi afër këtij çmimi dhe ajo çfarë pash në fund është $85-90 për fuqi dhe kjo është më shumë e pranueshme dhe do të qetësoj tregjet sa më shumë që çmimet të ngelen në këtë nivel, por e kundërta është e vërtetë që sa më shumë të vazhdoj konflikti, më shumë tregu kombëtar do të ndërpritet dhe do të ketë presion edhe ndaj presidentit nga partnerët ndërkombëtar që të përfundojë konfliktin përsa i përket kushteve ekonomike dhe do të ketë presion edhe nga vetë amerikanët, sepse këtu tek ne kemi edhe zgjedhjet që janë në këtë vjesht dhe ky është një konflikt i hapur, nuk ka avantazh për politikën e vetë presidentit. Sot të ashtë quajturit hakera iranian, të cilët kanë sulmuar edhe më herët Republikën e Shqipërisë, kanë sulmuar kuvendin e Shqipërisë, duke hakeruar emailat e deputetëve tanë, duke fshirë disa të dhëna shumë të rëndësishme sipas raporteve që kemi. Sa rrezikojnë vende si Shqipëria, që veç të tjerash prej vitesh strehojnë edhe opozitën iraniane? Si e shihni ju, le të themi, të gjithë kapacitetin që mund të shkojë dhe mund të intensifikohet kjo lloj lufte edhe hibride në vende si Shqipëria, pasi sot nuk është vetëm një raket që mund të bëj dëm, po mund të bëj dëm edhe një virus apo le të themi një hakerim. Mendoj se keni të drejtë këtu dhe duhet ta shikojmë pikërisht edhe nga syri i Iranit. Regjimi ndjehet i kërcënuar dhe përdor çfarëdo lloj mjeti dhe po zgjeron konfliktin sa më shumë që të jetë mundur në mënyrë që vende si Shqipëria, por edhe fqinjet në gjirin persik të reagojnë dhe të vënë presion mbi Washingtonin për ta ulur nivelin e luftës. Këtu kemi një rrezik sepse Irani ka aftësi hibride shumë më të gjera, veçanërisht ato kibernetike, siç e kemi parë edhe aktivitetin në Europë, por mendoj se është e qartë që një destabilizim thelbësor i regjimit do të shkaktojë më shumë kaos se sa gjërat të vihen në vijën e duhur. Sigurisht, është një rrezik duke parë pikërisht edhe përfshirjen e qeverisë shqiptare me opozitën iraniane, por nuk mendoj se kjo është e papritur.
Që do të thotë, si e shihni deri ku mund të shkojë ky potencial rreziku? Mendoj se çfarë po shohim, jo shumë përsa përket kontekstit shqiptar, por në kontekstin evropian edhe në atë amerikan, ne po shikojmë që agjencitë ligjzbatuese të japin paralajmërime që ka një potencial për aktivizimin e terroristëve apo të aktiviteteve radikale dhe mendoj se ky është një rrezik potencial dhe mendoj se është drejt për drejt në mënyrë proporcionale me mënyrën se sa thelbësisht i dobët ndjehet regjimi dhe se sa ndjehet që do të humbas pikërisht edhe kthetët e veta ndaj pushtetit dhe sigurisht gjërat do të bëhen më keq përpara se të përmirësohen. Zoti Berman, ju falenderoj për gjithë mesazhet që ndat mbrëmjen e sotme në Off the Record. My pleasure. Kënaqësia ime.